ngjarja që ndodhi ishte edhe pak për, le të themi, për një lloj mendjemasie të Albin Kurtit, mendoj unë. Egoizëm politik. Sepse me 48 deputet, Albin Kurtit i duheshin 3 deputet, sepse 10 deputet të minoriteteve, jo sërbe, patjetër i bashkojnë çdo lloj koalicioni që vjen në pushtet. Por ka një element që është elementi kyç që çojnë këto kriza. Përsëri, fajin e ka kushtetuta dhe rregulloria e parlamentit. Pse? Sepse është përcaktuar që partia më e madhe, që ka fituar numrin më të madh të votave, të deputetëve në parlament, propozon kryetarin e parlamentit. Në qoftë se kryetari, prandaj thash edhe në fillim atë skemën, në qoftë se s'merr 61 deputet, të gjithë proceset e tjera bien. Pse? Sepse në qoftë se do t'i jepte Limajt, që kishte 3 deputet, kryetarin e parlamentit, Albin Kurti, sot nuk do ishim zgjedhje.